paqes. Me mua në studio është bashkuar kolegu gazetari i Ora News, Isa Myzyra. Isa, të përshëndes, faleminderit që u bashkove studios. Faleminderit për ftesën. Fillimisht le ta nisim me këtë ftesë, sikundër edhe kronika më herët e bëri me dije, vetë kryeministri thotë se do të bëjë gjithçka për të lartësuar Shqipërinë edhe në këtë kuadër, dhe pse një çështje kaq e rëndësishme nuk ka kaluar edhe pa polemika, duhet thënë, në një farforme që në vijim do t'i analizojmë ose komentojmë. Pikë së pari është padyshim e rëndësishme që Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ftuar Shqipërinë për të bërë antar themelues i këtij bordi. Për të kuptuar dhe për ta shpjeguar për teleshikuesit, pra me shumë gjasa dhe të paktën nga media ndërkombëtare, ato që kanë qasje në dokumente, pra nuk do të jetë thjesht një bord thjesht për gazën, por pritet që të jetë një strukturë e qëndrueshme dhe për konflikte të tjera rajonale. Dhe me shumë mundësi do të jetë një organizat paralele me organizatën e Kombeve të Bashkuara për të cilën Trump, presidenti Trump, që kur ka ardhur në mandatin e dytë, pra ka shprehur rezervat e tij. Dhe padyshim ftesa ndaj Shqipërisë është një ftesë e rëndësishme dhe interesante, duhet parë. Shkaktoi polemika edhe fakti që paketimi që i bën kreu i qeverisë së Shqipërisë zoti Rama dhe më pas gjithë kabineti qeveritar, ministra, deputetët e Partisë Socialiste kësaj ftese. Pra, ftesa u publikua nga kryeministri disa orë pasi dha lajmin që ka ardhur një ftesë. Në statusin dhe në deklaratën e një natë më parë, pra të shtunën në mbrëmje, zoti Rama tha se ka marrë një ftesë personale nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Donald Trump, dhe këtu besoj ka qenë gabimi i parë i kreut të qeverisë, sepse ftesa personale nuk i ka ardhur në cilësinë e Edi Ramës, në kuptimin pra ka ardhur si kryeministri i Republikës së Shqipërisë, një ftesë e cila u ka shkuar dhe 10 liderëve të tjerë, por nuk dua ta sfumoj rëndësinë e saj, si tajta pra. Është shumë e rëndësishme që ka ardhur Shqipërisë një ftesë e tillë, por duhet kuptuar që nuk është një ftesë personale për zotin Rama, është një ftesë për kryeministrin e Republikës së Shqipërisë që rastis këtë vit të jetë Edi Rama. Edhe sigurisht pastaj ka dhe polemika, sidomos për mandatin që do të ketë zoti Rama, që besoj që do flasim në vim, po të këtu. Këtu dua që ndalem pak, se polemika u lidhën fillimisht me një artikull që prestigjozja Bloomberg kishte bërë për sa i përket edhe pjesëmarrjes së Shqipërisë, por të gjithë ftesën që i është bërë kundrejt një pagesë goxha të konsiderueshme, një gjë tillë që vetë kryeministri e ka mohuar. Për çfarë bëhet fjalë fillimisht në atë që Bloomberg ishte përcjell, dhe jo vetëm tek pagesa, por edhe tek fakti që zoti Rama thotë se nuk i është dërguar ftesë edhe shumë vende të tjera. Kjo e dyta ftesa për gjithë vendet anëtare të OKB-s që ka përmendur Rama në statusin e tij në Twitter është më shumë një vetëkënaqje nga ana e kryeministrit, duhet thënë, sepse sigurisht që pra zoti Rama mundohet të thotë që jo gjithë liderëve botëror i është dërguar ftesë, pra jemi disa të përgjedhur nga presidenti Trump. Po ashtu në një farforme se jo të gjithë besoj se tani. Ne dim se sa i ndjeshme është të kesh një ftesë nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, sidomos në Shqipëri. Dhe sidomos në këtë kohë, se po flasim në një periudhë që etiketojnë shumë. Patjetër. Por mendoj që e para, pra se kujt i është dërguar ftesa është këtë jo relevante. Ftesa i është dërguar presidentit të Paraguajit. E njohin shqiptarët kush është presidenti i Paraguajit? Asnjë nuk e njeh. Përfshirë mua që mora vesh dje. Presidentit të Argentinës dhe njësër vendesh të tjera. E rëndësishme është edhe që është për të diskutuar dhe nga ana gazetarese dhe nga ana shtetërore, është